If you desire, you can become one of our bunch. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire winners. Wings, with a smile you can enchant and lighten up our world. With a feeling we can take flight. Watch us. If you desire, you can become one of our bunch. With a magic ray, the sky is all blazing. An adventure is certain to start in the stars. When I'm cloudborn, I'll fly through time and space. I color my existence with my imagination. With my flight in heaven. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire winners. Wings, we're the new kids on the block. With each other's dearest friends. With a feeling we can take flight. Watch us. Wings, you magical wings. And you run through the stars. A powerful light ray under the sign of the wings. Në ëndrat e Blumit, mesazhet e Dafnit po bëhen më të qarta. Provimi i profesor Whiskys ishte vërtet i pazakontë. Mundësia për të marrë notë të mirë pa ndonjë përpjekje është vërtet tunduese, por ndashmëria është politika më e mirë dhe askujt s'do t'i duhej të rezistonte tundimit për të kopjuar. Tani na duhet vetëm të presim. Fuqia e madhe e Blumit do të kaloj tek ne. Makthe të tmerrshme, kostume të krijuara për mendjen e gjumashëve. Takimet prindër mësues do të bëhen së shpejti. Koha fluturon apo jo? Do t'jetë bukur t'i shikoj përsëri prindërit e mi bashk. Bashk ose jo, të paktën i shikon prindrit e tu. Fatkeqësisht, to takime si janë muzikë për veshët e mi. Diçka nuk shkon këtu. Sikur nëna natyrë të jetë mërzitur. Prisni, e dëgjuat atë zhurmën e çuditshme fshfëritëse? Oh, tek na ashtu të duket ty. Më duket se po imagjinojnë gjëra. Jam e raskapitur. Po shkoj drejtë në krevat. Mos e vritni mendjen për zhurmat e takimet.
Stella, çfarë të ndodhi? Pse po bërtisja? Nuk e di. Po ndërroja. Stella, e gjora ti. Duhet të kesh parë një ëndër të keqe. Të kujtohet për çfarë ishte? Jo, por ishte shumë më tepër se ëndër e keqe. Ishte sikur dikush po më shikonte nga afër. E thash edhe pak më parë, ka diçka të çuditshme në ajër sonte. E po, se kuptoj pse gjithë kjo rëmuj. Stella pa një ëndër të keqe, po pastaj po shkoj të shtrihem prap. Shkojmë të gjitha të shtrihemi, mirë? Stella, ti na thërrit nëse të nevojitet gjë. Muza, ç'po ndodh? Muza, mu përgjigj. Muza, si ndjehesh? Nuk e di. Më duket sikur jam bosh. Kjo gjë duhet të ketë ndodhur prej ëndrës. Çfarë po ndodh tani? Dëgjuam një ulërim. Gjumimi i bukurisë. U zgjova pa pritur dhe pastaj vura re se Muza kishte diçka. Po ndëroja për maman. Pastaj ajo ëndër u kthye në makthin tim më të keq. Një vend pa muzikë. E çuditshme. Edhe unë po shikoja ëndër të keqe. Në fillim Stella dhe tani ju të dyja. Çfarë po ndodh këtu sonte? Vajza, ta rishqyrtojmë situatën. Mirë, ka shumë gjëra të çuditshme. Fillimisht Tekna dëgjon zhurma të çuditshme fshfëritëse. Pastaj kemi Makthe, në fund është bota e muzës pa muzikë. Shh, qetësi Zana. Mirta, Po Mirta ç'lidhje ka me këtë gjë? Kiko, ku po shkon? Si është puna? mendoj se Kiko po ndjen atë që ndjej unë. Kiko po përpiqet të na thotë diçka ne. Është për Mirtën apo jo, Kiko? Flora, falë Zotit mundet të kontaktosh me mua. Ajo krijesë s'ka mundur të futet akoma tek ti, Blum. Por unë e pash. E pash kur po zvarrite këtej rrotull. Pastaj me të zbardhur, ajo u largua me një herë. Duhet të bëhemi gati kur ajo të kthehet sonte.
Si mendoni ju, vajza? Që mund të doj prej nesh ajo krijesa e çuditshme? Se di, si mendon ti? Mirta e pa të vinte në dhomën tënde. Pastaj vazhdonte të zmadhohej. Duhet të ketë qenë nevrikosur me ne. Me sa duket po merret me ne një nga një. Edhe Kiko ndjeu diçka. Oh, duhet të bëjmë shumë kujdes me këtë. Siç kam një parandjenjë se ka një lidhje me kullën e errët këtu. Duket sikur krijesa është në gjendje të nxjerr frikrat tona më të thella. S'po tallem, dhe duke parë që ndodhi, pastaj e ka radhën Flora. E di. E gjithë kjo më bën të mendoj për prindrit e mi biologjik. Ndoshta ju sjell në humor, Muza. Ndjehem dhe aq mirë tani. Por Stella, të paktën ti e di se kush janë prindrit Po, e e tu. drejt, e di kush janë, por s'duan t'ja din shumë për mua. Ata janë mbreti dhe mbretëresha e Solarias, ndërsa princesh Stella u rrit si e huaj. Hej, përse keni varur të rinjt? U mësova tani. E vetmja herë që më vënë re është kur çoj në shtëpi dëftesë të keqe. Tani e ndërroj për prindrit e mi. Oh, e gjora Stella. Ku është Flora? Në dhomën e saj, po mundohet të prish magjinë e zezë që ka zënë Mirtën, që kur triksat e kthyen Mirtën në kungull, ka qenë detyra e Florës që ta ndihmojë. Shpresoj të gjej një magji që t'i kthej Mirtës formën njerëzore. Me qëra fjalat e magjit, që ka ndodhur princit kënd Blum? Nëse ti e ke fjalën për Brendanin, duhet ta dish që është thjesht një mik, të cilit nuk ja kam hedhur syt për një kohë shumë të gjatë. Nuk mund të pres për sonde. Kur ti kem lodhur zanat e tjera me ato ëndra të tmerrshme. Do të jetë rada e Blumit. Dhe atë ka për ta pritur një eksperiencë keqe. Oh jo, Flora! Blum, kjo është! Është e tmerrshme. Magia Wings! Wings, get us out of the way. Magic breathing our magic power. We'll defeat the evil winds of dreams. We're the new ones with the wings. Solaria! Ejani, le ta ndjekim atë gjën. Shko, Flora, mos u shqetëso për mua. Blumi është në telashe. Ti duhet ta ndihmosh atë.
Vajza, çfarë ka? Se bëj dot vetëm, ëndrat e frikshme na kanë lodhur shumë. Blum, jepi, zgjohu, je mirë. Ku është përbindshi? Ku shkoj? Poshtë, e janë të nxitojmë. Tani, ku është fshehur? Ka ardhur koha që të ndihmojmë përbindësin ton. Pra, do të më marrësh, a? S'munda bëj këtë. Po çfarë po na ndodh kështu? Ne jemi të raskapitura. Se di, siç duken gjërat, ju inksa na mundni akoma, edhe sikur të jeni të ndara. Jo, duhet t'i bëj ballë. E po mirë atë. Duket se një shtetues kanë ç'bëjnë për ty tani. Je burgosur e frikës tënde. Ç'është që këtë zhurmë? Çfarë po ju bëni ju, vajzave të mia? Merre këtë! Ikim! Ma shpjegon dot njëri se ç'ndodhi këtu sonte? As ne nuk e kemi iden, zonja Faragonda, përveç se që një përbindësh i çuditshëm filloi të na sulmoj sot. Dhe as që duam ta lëndojmë se çdo të kishte ndodhur, po të mos kishit ardhur ju. Kiko, s'dish të them përveç se je një leprush kaq i mirë. Kam përshtypjen se zonja Griffin do ta di se ç'ka ndodhur këtu sonte, ose të paktën ashtu shpresoj. Sa vajza budallaqe, nuk e kanë dëgjuar fjalën tonë të fundit. Të paktën moti është i mirë sonte. Sa budallaqe. Po ju prisja, budallaqka. Qetësi! Faljush provova poshtrimin që më përtiti Griselda. S'do t'jo fal kur. Dhe s'keni për ta bërë më.
Jo, zonjë, nuk do ta përsërisim më. Qetësi, thash! Do ta bëni më sepse s'do të shkelni më këtu. As sonte, as njëherë. Ikni tani dhe shpresoj të jetë hera e fundit që ju shikoj. Një mankim për se cilën prej atyre wingsave. Do ta paguajnë shtrenjtë këtë. Do të triumfojnë mbi to. Në episodin tjetër, në shatërvanin e kuq, do të demonstrohen aftësitë e veçanta. Bloom bashkohet me Brandonin e saj, por e gjen atë me një vajzë të bukur e të mistershme, Diaspro. Kush është ajo? Zbulime që të mërzitin në lidhje me Brandonin.